që këta pasaj marrë këtu me i përdor, atëherë kokalit alergjik që kur ky që po thot, unë jam kaq i fortë se këta me marrë Amerikën. Është edhe fakt që këtë studio ku po flasim, një prej zyrtarëve më të lartë amerikan që ka vizituar Kosovën ka thënë që po është e vërtetë, ne jemi shtete, kemi raporte miqësore dhe po, ne kemi shtetet kemi raporte miqësore dhe mish ka edhe situata ku nuk po ajtohen, po ne vazhdojmë kemi miq. Fati mirë, fatime, fatkeqësi është që ndërlidhja mes Kosovës dhe Amerikës është mes popujve edhe mes shteteve. Mirë po, për që Albin Kurti nuk ka raporte me Amerikanë, të regon realiteti. A të regon që 6 vjetë, sa vizita zyrtare ka bërë Albin Kurti në State Department, sa vizita zyrtare ka bërë Shpilbor, sa vizita zyrtare ka bërë në Kongres Amerikan. Prioritetet ka, kjo të regon për interesin e shtetit vetë. E Prishtinës zyrtare, Fatime, nga diplomati që vjen, po ata e mbyllin këtë diskutim. Nuk e mbyllin ne ku e godit njëri tjetrin. Se nuk godit njëri tjetrin mas unë jam dakord nëse ti flet për Vjosa Osmanin. Unë jam dakord sepse Vjosa Osmani, nëse ka ndodhur diçka në raport me Albinin dhe Amerikën, ajo ka herë, unë jam dakord te kjo tim. Unë mendoj që raporti me Albin Kurtit dhe administratës amerikane janë mira, as kësaj që tash, as asaj që ishte para kësajme. Kjo është realitet. Ama ajo, nëse konsiderojnë që kjo është vetëm ja pikë me cilën mundin me godit Albin Kurti dhe të vazhdojnë kjo është një prej pikave, po që është marrë rëndësishme. Kjo e kemi në tri palë zgjedhje kemi pa që kjo nuk është kaos. Pse nuk është? Kjo nuk është tim. Po nuk është kaos, po s'do mund të kjo as nuk duhet me qenë kaos. Në rregull. Se nuk është tim. Kjo duhet me qenë. Kjo i kontribon atë duhet të Nuk ka qenë tema kryesore në zgjedhjet e Kurtit. Duhet me qenë. Jo kaos. Kjo duhet me qenë kaos as e partisë pushtet, e kaos as e partive opozitore. Po duhet me qenë ABC-ja e rrugës tonë. Pastaj kemi rrugë tjetër për poshtë Amerikës. Çajo rruga jonë, çka duhet me ndjek. Po nuk duhet me qëndruar kaos elektorale, dakord? Po, Demhasa e konsideroj që në diçka që dihet mirëfilli, që kush është partneri ynë strategjik kryesor, në diçka që dihet mirëfilli për gjithë secilit qytetar. Po Fatime se ne kanë përjashtuar për dialogin strategjik. Ç'është po dihet mirëfilli që është partner ku preston. Iniciativa s'ka filluar. Nuk është filluar diçka që ka shtuar. Iniciativa ka filluar në një bezonë. Shpërndajemi pak debatin, jepi. A keni në mendim, a keni me thonë me zënë apo me vazhdu argumentin e Artanit, se kanë erë po harrohen senet. Për shembull Albin Kurti, kryeministri jonë prej Parlamentit Kosovës, shtëpisë Bardhi ka referu si shtëpi me ngjyra, shtëpia Bardh, shtëpia Kuqe, shtëpia Verdh. E dyta, Blinkenit ju ka referu si naiv. Po ne këto janë argumente që na jena dëshmitar të kohës. Miqve përbes e